Kryeministrin e Shqipërisë, zotin Edi Rama, për një përshëndetje të veçantë në këtë ditë të rëndësishme për shkencën. Përshëndetje gjithëve dhe shumë shkurtimisht dua t'i falenderoj nga zemra të gjithë nxënësit që janë përfshirë në këtë rrugtim të këtij edicioni të parë të Festivalit Kombëtar të Shkencës dhe patjetër dua t'i përgëzoj përzemërsisht të gjithë djemt dhe vajzat, ose më saktë vajzat dhe djemt, sepse ka shumë vajza dhe më pak djem, për daljen në finale dhe pavarësisht se cilët do t'jenë fituesit që do të përcaktoj juria, ajo çka mbetet është vendosja e një guri të parë në një rrugë që uroj që për gjithë ju të jetë e gjatë dhe suksesshme, pasi Shqipëria sot ka nevojë për të vënë në lëvizje të gjithë potencialet që fshihen në shtratin e gjeneratës suaj. Jeni shumë të vegjël me parametrat e vjetër, por jeni shumë gati me parametrat e kohës së re, kur inovacioni dhe transformimet epokale në këtë botë të sot në teknologjisë janë me origjinë pikërisht në shtratin e gjeneratës tuaj. Dhe ditë ju them që ne kemi bërë shumë për sa i përket teknologjisë, e kemi transformuar Shqipërinë nga një vend ku ishte pamundur të merrë një shërbim pambajtur radha të gjata në një vend që u kthye në pararojë në rajon dhe u dallua në Europë mes vendeve që shfrytzuan teknologjinë për të ofruar shërbime publike drejt për drejt nga celulari apo nga kompjuteri në shtëpi, pavarësisht pozicionit gjeografik, qoftë në vend, qoftë kudo në botë. Por nga ana tjetër, jemi shumë të vetëdijshëm që nëse në sektorin publik kemi bërë hapa të mëdhenj përpara, në sektorin privat kemi shumë për të bërë akoma. Dhe për këtë arsye, së bashku me Ministren e Ekonomisë dhe Inovacionit, jemi duke punuar për të rritur në mënyrë të konsiderueshme financimet për startupet dhe për të rritur mbështetjen për të gjithë ata që kanë një potencial dhe nesër mund të kthehen krijues dhe themelues të startupeve. Kështu që patjetër juve nuk do t'ju lëm pas dhe pavarësisht se si do të shkojë gara, ne do të jemi pranë jush, do të bashkëpunojmë me shkollat tuaja, do të bashkëpunojmë drejt për drejt me ju, duke krijuar një sistem të cilin do ta mbështesim dhe me financime në mënyrë që të gjitha këto projekte që janë në bërtham akoma të mund të zhvillohen më tutje dhe ndërkohë edhe ju vetë përmes zhvillimit të këtyre projekteve të hyni në këtë rrugë të pafundme të teknologjisë së re. Dua të falenderoj universitetet për mbështetjen që i kanë dhënë këtyre të rinjve dhe të rejave. Dua të falenderoj çdo tjetër që është përfshirë në këtë. Pash me kënaqësi që edhe ambasadori i Gjermanisë është këtu i pranishëm, jo thjesht për të përfaqësuar vendin, por si fqinji i shkollës Sami Frashëri, po se i ndan vetëm një rrugë ambasadën gjermane nga shkolla Sami Frashëri, edhe më në fund pam edhe ne një gjerman që bashkëpunon me komshiun, edhe pavarësisht se duhet të jetë i barazlarguar me të gjithë, por komshiu është komshiu. Kështu që përtej shakas, një falënderim vërtet për qeverinë gjermane, për qeveritë e vendeve të tjera të Bashkimit Evropian që mbështesin projektet tona dhe patjetër edhe për të gjithmonë mirëpriturin
ambasadorin e Bashkimit Evropian, i cili është i pranishëm dhe përfaqëson një forcë të jashtëzakonshme mbështetëse në fushën e digitalizimit, në fushën e teknologjive të reja, që është Bashkimi Evropian. Dhe edhe në këtë aspekt, ne duhet të gjejmë rrugët që të punojmë me universitetet, të punojmë edhe me shkollat e mesme, për të rritur kapacitetin e aplikimeve me projektet e duhura për të aksesuar më shumë fondet e Bashkimit Evropian për teknologjitë e reja. Shumë faleminderit gjithëve, shpresoj që nuk isha shumë i mërzitshëm si zakonisht dhe ju uroj të gjithëve suksese juve Kalamaja që jeni në sfondin e këtij aktiviteti. Tani erdhi momenti të prezantojmë jurinë e nderuar. Elsona Gastra, Universiteti Politeknik i Tiranës, drejtori i Drejtorisë së Kërkimit Shkencor dhe Projekteve. Rudina Osmani, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, pedagoge. Majlinda Maziliu, zëvendës drejtore për Ballkanin Perëndimor dhe drejtore për Shqipërinë dhe Kosovën, British Council. Jonida Lakuriqi, kryetare bordi Fondacioni Vodafone. Arta Dollani, drejtori i përgjithshëm Agjencia Kombëtare e Arsimit Parauniversitar. Mendoj se ka ardhur momenti për ndarjen e çmimeve apo? Po. Atëherë ftojmë zonjën Delina Ibrahimaj, Ministre e Ekonomisë dhe Inovacionit, të dorëzojë çmimin e tretë. Okej. Atëherë me shumë kënaqësi, certifikata e vendit të tretë jepet skuadrës së shkollës Asim Zeneli. Shkolla Asim Zeneli mund të afrohet. Shkollës Asim Zeneli dhe të gjithë nxënësve që janë këtu, unë dua t'u them që financimet që qeveria shqiptare jep për startupet janë të dedikuara dhe për gjimnazistët. Dhe ne kemi pasur fitues gjimnazist, kështu që uroj shumë që nxënësit e shkollës Asim Zeneli, Gjirokastër, të kenë mundësi që ta zhvillojnë projektin e tyre. Shumë suksese dhe ne do jemi shumë të vëmendshëm që t'ju ndjekim dhe t'ju mbështesim në rrugtimin tuaj. Shumë faleminderit. Urime. Po e shfrytëzoj këtë si një mundësi për t'ju falenderuar si fillim për organizimin e këtij projekti, sepse me të vërtetë ka qenë një mundësi shumë e mirë që neve të zbulojmë talentet tona, të zbulojmë aftësitë tona dhe të kemi një mundësi tjetër përveç se atij angazhimit mësimor apo atij angazhimit vetëm për të mësuar mësimet e ditës. Pra kemi një mundësi tjetër që neve të tregojmë veten tonë për këtë projekte. Në këto momente jam me të vërtetë shumë e emocionuar, janë këto emocionet e momentit që tani na kanë kapur. Të tërve do ju uroja shumë urime dhe skuadrave të tjera të cilat do të fitojnë vendet e dyta dhe të parin, sepse me të vërtetë që të tërë jemi fitues. Shumë faleminderit. Për aq sa e njohim projektin ton, ishte roboti mjekësor. Edhe një komponent i rëndësishëm ishte matja e pulsit dhe nëse më masni mua pulsin tani, ju siguroj që do prishet se vlerat do jenë shumë të mëdha. Atëre si fillim, shumë faleminderit për këtë mundësinë. Falenderoj Ministrinë e Arsimit dhe të gjithë partnerët, sepse ishte një mundësi siç e tha dhe Ajla, shoqërimi pak më përpara, një mundësi shumë e mirë që të shprehim talentin tonë në fusha të ndryshme. Jam shumë i gëzuar dhe në të njëjtën kohë emocionuar dhe po ashtu kanë qenë projekte shumë të mira dhe ju uroj shumë suksese të gjitha skuadrave. Faleminderit. Faleminderit. Vjoj me shpërndarje